Pesë gjëra që duhet dinë njerëzit që nuk kanë mundësi financiare të blejnë hapësira të mëdha, zgjedhin dhe blejnë hapësira të vogla, por çfarë do të bënte një arkitekt me mjeshtrinë e tij që ajo të ishte komode dhe të mos e asfiksonte? Pasyra është një nga elementet që neve përdorim duke vendosur në një faqe muri, mundësisht ku reflekton edhe drita natyrale që të bëhet një thyrje dritës, duke pasur një dritë natyrale sa më shumë. Kryesisht kur janë hapësirat e vogla edhe lartësia është e vogël dhe aty përpiqem që mos të ul me tavan e gipsi, por të kemi një lartësi sa më të madhe. Duke pasur një hapësirë të vogël dhe një lartësi më të madhe, automatikisht krijohet efekti një sipërfaqeje më të madhe dhe më të gjerë. Dhe këtu do luajmë me ndriçimin e jashtëm që janë shinat me spote dhe jo ndriçuesa të varur, sepse ato sikur e zvoglojnë edhe më shumë ambientin. Ngjyrat e çelura janë mjaft të rëndësishme për të përdorur, dhe gjithashtu edhe teksturat, mund të ndryshojnë teksturat, por ngjyrat duhet të jenë thuajse në një tonalitet. Një tjetër element janë mobiljet. Në një hapësirë të vogël, patjetër që ato duhet të jenë sa më të padukshme, mundësisht i bëjmë filomur, qofshin dollapet apo edhe dyert, duke pasur një derë filomur, e cila trajtohet njësoj me murin, mendoj që jep një efekt akoma më të bukur pjesës së interierit. Një tjetër element janë ndarjet e xhamit, kur na duhet të ndajmë dy ambiente, për shembull kuzhinën nga salloni. Elementi i xhamit bën një hapësirë që të duket edhe bashkuar, por edhe open space, duke lejuar dhe depërtimin e dritës apo dhe nga ana vizuale të shikohet e gjithë hapësira. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.